Ermal, të përshëndes, çfarë përmban materiali i policisë referuar tashmë në SPAK? Tashmë Fabiola, dosja e prokurisë, le të themit, apo e policisë së Dibrës në lidhje me incidentin e ndodhur ku Xhelal Mëziu dhe një biti dhunojnë një zyrtar të njësisë administrative të Ostrenit, ka mbritur në prokurinë e posaçme. Do të jetë pikërisht kjo prokurori që duhet të verifikojë, ku në fakt po themi puna voluminoze sa i takon identifikimit të personave referuar pamjeve filmike. Pikërisht do të jetë prokuria e posaçme që do duhet të verifikojë pamjet filmike, në pamjen e të cilat shihet qartë në fakt se është deputeti i Partisë Demokratike Xhelal Mëziu bashkë me nipin e tij që hyn në oborin e institucionit të njësisë administrative të Ostrenit, atje ku dhunojnë edhe zyrtarin e kësaj njësie me pretendimin se ai ka intimiduar personat të cilët bënin pjesë në takimin elektoral të zhvilluar nga Partia Demokratike. Ky ka qenë në fakt pretendimi i zotit Mëziu, ku ky i fundit shihet qartë e kësa bashkë me nipin e tij dhunojnë në oborin e institucionit zyrtarin e njësisë administrative të Ostrenit. Për gjitha këto në fakt, materiali është referuar fillimisht nga policia e Dibrës për dhunë ndaj zgjedhësve dhe tashmë do të jetë prokuria e posaçme që do të ketë detyrimin të, le të themi, të identifikojë rolin e personave të përfshirë, ku siç e përmenda shihet qartë në fakt në pamjet filmike se zoti Mëziu është personi i cili bashkë me nipin e tij dhunojnë personin tjetër që është edhe zyrtari i njësisë administrative të Ostrenit në zonën e Dibrës. Nga ana tjetër, policia ka referuar ngjarjen për vepër penale të kanosjes të zgjedhësve, e gjithashtu një tjetër kallëzim është depozituar në prokurinë e posaçme, këtë radhë nga deputeti Mëziu që pretendon se ai është personi i cili është dhunuar ditën kur ndodhi edhe ngjarja. Për gjitha këto do të jetë prokurori i posaçëm Elvin Gokaj që do të duhet të vlerësojë mbi materialet e referuese dhe të vendosë në rast se do të vijojë hetimet në prokurinë e posaçme, në rast se ai do të identifikojë, po themi, vepra penale të kryer nga personat e përfshirë, apo do të transferojë dosjen më pas në prokurinë e Dibrës. E kuptoj. Mirë, Ermal, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.